Pronarja nuk u beson syve kur pas se këlindi kali i saj. Tania Meki, GFS Sport Horses, u surprizuar kur pela e saj, Destiny, lindi grupin e saj të dytë të mëzave binjak. Pasi lindi grupin e saj të parë të binjakëve në 2018-ën, GFS Shockwave dhe GFS Aftershock, Destiny i tronditi botën duke sjell në jetë grupin e saj të dytë të binjakëve, Peski dhe Peekaboo. Për Destiny, një kalë sportiv irlandez të kesh binjak në radhë të parë, është një shansë 10.000-1. Megjithatë, Ela nuk ishte mbaruar plotësisht duke sfiduar shanset, pasi ajo vazhdoi të lindte grupin e dytë të binjakëve. Shanset që një kalë të lind binjak 2 herë janë rreth 1.000.000/1. Në shumicën e rasteve, binjakët nuk kanë një shkallë të lartë mbijetese tek huajt. Shumë herë, në rastin e binjakëve, një embrion abortohet, pasi ekziston një rrezik i lartë që mëzat dhe nënat të vdesin gjatë lindjes ose pak kohë më pas. Kjo e bën Destiny vërtet të pabesueshme, pasi ajo lindi binjak të shëndetshëm jo një herë, por 2 herë. Grupi i parë i binjakëve të Destinyt ishin identik dhe çifti i saj i dytë ishin 2 meshkuj. Seti i tretë ishte vërtet një surprizë, pasi skanimet treguan vetëm një gjendër ovuluese dhe vetëm një fetus pas konceptimit. Nëse Tania do ta dinte se Pela mbante 2 mëza, ajo do të kishte ndërmarrë hapa shtesë të nevojshëm për trajtuar një pelë stazën me binjak. Pati nuk tregoi asnjë shenjë gjatë gjithë shtazanisë se ajo po mbante binjak edhe një herë, duke u bërë një surprizë të madhe për pronarët e saj kur ata mbritën. Çuditërisht, binjakët po ushqeshin me gji dhe qëndronin në këmbë në një kohë të shkurtër, të hetur për të eksploruar botën. Edhe pse është një mister se si mëzi i dytë nuk u zbulua gjatë shtazanisë, Tania është emocionuar që 2 mëzat dhe nëna e tyre janë të shëndetshëm. Unë jam e vetëdijshme se, pavarësisht nga mrekullia e kësaj ngjarje të pabesueshme dhe gjasat që 2 grupe binjakësh të shëndetshëm të lindin nga një tapel, që janë të ngjashme me goditjen 2 herë nga Rufeja, do të ketë shumë njerëz që do të zgjedhin të bëjnë një pjerësi negative dhe të pajishme. Për këtë është mirë. Gjithashtu, ata që panë këto 2 mrekulli të vogla që erdhën, vjetuan dhe fituan zemrat tona që nga lindja. Peekaboo dhe Mupsi kanë provuar se ndajnë një lidhje të ngushtë. GFS Sport Horses thosë se dyshja janë të shkatët, atletik dhe të shpejt, dhe hetur për të treguar për çdo që shikon. Është me të vërtet një arritje pabesueshme që Destiny lindi 2 palë binjak të shëndetshëm, të cilët të gjithë po lulëzojnë. Ndonse ka dëshmuar se është një nënë e mrekullueshme, Tania nuk ka më në plan të riprodhojë Destinyn. Pasi rriti 2 palë binjak, ajo sigurisht që meriton shumë lëvdata. Siguroni që të ndiqni GFS Sport Horses në Facebook për të parë përditësimet për binjakët, si dhe kuajt e tyre të tjerë mahnitës. Pela jon fantastike, Destiny, ka sjellë përsëri në jetë një palë mëza të përsosur. Lexoni njoftimin. Një mëz dhe një mëz u paraqitën pas një lindje të shkurtër relativisht të lehtë. Si Destiny, ashtu dhe 2 mëzat e saj ishin në këmbë dhe të 3 po shijonin ushqimin e fituar me shpejtësi. 2 të vegjëlit vrapuan rreth sallës, duke eksploruar rrethinën e tyre dhe padyshim duke shijuar më shumë hapësirë se sa ishin mësuar. Sipas një deklarate nga GFS marrë nga People, Destiny është 19 vjeçe dhe mbarështuesit planifikojnë që kjo të ishte shtazania e fundit e pelës. Papai i binjakëve është një amshor i quajtur Lord of the Dance, shtoi mbarështuesi. GFS tha gjithashtu se ata nuk e dinin se Destiny, një kalë sportiv irlandez, po mbante binjak. Madje ata shpjeguan se zakonisht mangnin skenarët e rrezikshëm shtazanisë së dyfisht. Binjakët, siç e dinë shumica prej nesh, nuk janë dëshirueshëm për shkak të shkallës së tyre të ulët mbijetesës dhe rrezikut të qenësishëm për pelën. Ferma shkroi në Facebook: "Kjo është arsyeja pse ne skanojmë në mënyrë rutinore për shtazanit shumë fishta dhe marrim veprime të menjëhershme në kohën e dur pas zbulimit të tyre." Para se të lindte 2 grupet e binjakëve, Destiny u skanua nga një veteriner i kualifikuar për një shtazani binjake. Asnjë nga grupet binjake nuk u zbulua. Pela arriti të imposhte shanse të 2 herët, duke lënë pa zbuluar atë 2 shtazanit e saj binjake, duke çuar në 2 grupe të shëndetshme binjakësh mrekullibërës. Sipas trajnerëve të kuajve, është e pazakontë që një pelë të mbajë deri në fund dhe të prodhojë 2 mëza të shëndetshëm binjak. E mahnitur nga pamundësia e pasardhësve të kuajve, ferma e quajti atë një mrekulli, duke krahasuar skenarin e një pele të vetme që prodhon 2 grupe binjakësh të shëndetshëm me atë të goditur nga Rufeja 2 herë.
Ne jemi të emocionuar që të dy binjakët mbijetuan dhe mendojmë se është një ekuilibër i fatit, kujdesi të shkëlqyeshëm dhe ndoshta edhe një maj pluri zanash që pan këto dy mrekulli të vogla të mbërinë, të mbijetojnë dhe të fitojnë zemrat tona, shkroi GFS.